Këto vite ke bërë gabim dhe gjëja më e keqe është se askush nuk ta ka treguar deri sot. Çdo vjesh miliona kopshtarë përsërisin të njëjtin ritual. Grabiten, grumbullojnë, presin dhe në pranverë gjejnë pikërisht atë që lanë në nëntor. Një grumbull gjetësh të lagura, me erë të keqe dhe krejtësisht të padobishme. Por ka një moment konkret, një pasdite prilli me një lopat në dorë ku gjithçka ndryshon, një moment ku kupton se nuk dështove ti, dështoi metoda dhe ajo metodë ka një emër, ka një shkak dhe ka një zgjidhje aq të thjeshtë sa do të zemërohesh që nuk e ke ditur më parë. Qëndro deri në fund sepse ajo që do të tregoj sot do të transformoj përgjithmonë mënyrën se si e sheh kopshtin tënd. Nëse të intereson kopshtaria e vërtet, ajo që prodhon rezultate dhe nuk varet nga blerja e asgjëje në asnjë dyqan, abonohu tani. Ky kanal është për ty. Është për ty, mirë, le të fillojmë nga fillimi. Imagjino se janë ora 10 e mëngjesit e një të shtunë nëntori. Nxjerr grabujën, kalon 3 orë duke mbledhur çdo gjë të rënë nga kopshti në një cep, i grumbullon derisa grumbullit arrin pothuajse deri në belin tënd, ndihesh mirë, shikon atë mal të lëndës organike dhe mendon, deri në pranverë kjo do të bëhet tokë e zezë falas. Lë shiun ta njom, lë borën ta shtyp, ke besim në proces. Vjen prilli, toka shkrihet, del me lopat plot shpresë, heq shtresën e sipërme, atë shtresë grihiri të thatë dhe ajo që gjen poshtë të ndalon menjëherë. Gjethe të lagura, gjethe që nuk janë dekompozuar. Gjethe që thjesht janë shtypur njëra mbi tjetrën, si shtresa kartoni të lagur që ndahen në feta. Ka erë të thartë, ka erë lagështje të ndenjur, është e ftohtë, është e rëndë dhe nuk të shërben absolutisht për asgjë, atje është ku shumica braktis. I fut të gjitha në qese mbeturinash dhe i lë në trotuar që t'i marrin. Dhe pyet veten, çfarë bëre gabim? Asgjë. Nuk bëre asgjë gabim. Ajo që ndërtove nuk ishte një sistem kompostimi. Ndërtove një sistem konservimi. Dhe tani do të shpjegoj saktësisht pse. Kur grumbullon gjethe të tëra dhe i ngopes me shi të ftohtë, eliminon të gjithë ajrin nga brendësia. Krijon një mjedis të ftohtë, pa oksigjen, krejtësisht anaerobik. Dhe në atë mjedis biologjia ndalon menjëherë. Bakteret që prodhojnë dekompozimin, ato që gjenerojnë nxehtësi dhe konsumojnë lëndën organike, nuk mund të mbjetojnë pa ajër. Kështu gjethet nuk kalben, konservohen, ekzistojnë në një gjendje animacioni të pezulluar, nuk janë kompost, janë një relike. Kjo ka një emër, metoda e grumbullit statik. Është këshilla më e zakonshme që u jepet pronarëve të shtëpive dhe është me diferencë mënyra më pak efektive për të gjeneruar tokë pjellore. Varet nga dekompozimi pasiv që është i ngadaltë, i paqëndrueshëm dhe shpesh me erë të keqe, por ka diçka që askush nuk ta shpjegon. Për të kthyer ato gjethe në tokë në javë, jo në vite, duhet të ndalosh trajtimin e grumbullit si kosh mbeturinash dhe të fillosh ta trajtosh si atë që vërtet mund të jetë, një motor biologjik. Një motor nuk ndizet vetëm sepse i vë karburant në depo. Gjethet janë karburanti, por një motor ka nevojë për një shkëndij. Dhe tani grumbullit tënd i ka karburant dhe nuk ka zjarr. Kur një pemë përgatitet për dimër bën diçka shumë inteligjente. Rikhthen të gjithë lëngun, sheqernat, lëndët ushqyese dhe i tërheq drejt rrënjëve dhe trungut për të mbjetuar të ftohtit. Gjetja që bie në tokë është thjesht mbështjellja bosh, paketimi. Në terma biologjike, ajo gjethe kafe është pothuajse 100 karbon. Karboni është energji, është bloku ndërtues i jetës, por vetëm karboni është jashtëzakonisht i qëndrueshëm, reziston ndryshimin. Mendoje si një grumbull drush në veranë. Ai dru është karbon, saktësisht si gjethet e tua. Mund ta grumbullosh perfektisht, mund ta lagësh, mund të presësh vite. Pa një flak, ai dru do të jetë atje dekada më vonë. Grumbulli tënd të gjetheve funksionon saktësisht njësoj. Është një rezervë karburanti të ftohtë duke pritur një shkëndij. Shkëndia në një grumbull kompostimi nuk është zjarr, janë baktere. Ka miliarda mikroorganizma në kopshtin tënd vetë që janë të gatshëm të devorojnë ato gjethe. Duan të dekompozojnë atë karbon dhe ta kthejnë në humus të pasur dhe të errët. Problemi është se nuk mund ta bëjnë duke ushqyer vetëm me karbon. Imagjino se duhet të ndërtosh një shtëpi, por materiali i vetëm i disponueshëm është dru. Nuk ka gosht, nuk ka vida, nuk ka cimento. Ke një mal materialesh energjetike, por nuk mund të ngresh asgjë sepse të mungon elementi që bashkon gjithçka. Bakteret janë në të njëjtën situatë. Kanë një mal energjie, gjethet, por u mungon proteina që u nevojitet për të shumëzuar.
Ky është bllokimi i karbonit. Kur grumbullon gjethe vetëm, bakteret konsumojnë pak, u mbaron proteina dhe vdesin ose hyjnë në gjendje latente. Popullata shembet, nxehtësia ndalon, grumbulli ftohet. Shumë njerëz përpiqen ta zgjidhin duke rrotulluar grumbullin më shpesh. Mendojnë se përzierja është zgjidhja, por rrotullimi i një tenxhereje me përbërës bosh nuk bën ushqim. Nuk mund të detyrosh mekanikisht një reakcion biologjik nëse kimia nuk është aty. Nuk ke nevojë të punosh më shumë, ke nevojë të thyesh bllokimin, dhe këtu është çelësi që ndryshon gjithçka. Nëse karboni është trunku, azoti është zjarri. Për të zgjuar grumbullin tënd, duhet të ulësh raportin e karbonit ndaj azotit nga rreth 80:1, që është ajo që ke me gjethe të thata vetëm, deri në rreth 30:1. Ky është pika e ëmbël biologjike. Atje është ku ndodh shpërthimi. Tani mund të mendosh, perfekt, hedh pak pletë të kopshtit ose lëndë kafeje dhe gati. Por këtu është ku shumica dështon përsëri. Nëse hedh azot të thatë në pluhur ose lëndë kafeje mbi një grumbull gjethesh të lirshme, graviteti bën punën e tij. Pjesët e holla rrëshqasin ndërmjet gjetheve dhe përfundojnë në fund të grumbullit. Gjethet e sipërme mbeten të thata dhe pa proteinë. Azoti është poshtë, i papërdorur. Kur nuk takohen. Reaksioni kur nuk fillon, për të ndezur zjarrin, azoti duhet të rrethojë karbonin, duhet të depërtojë në sipërfaqen e çdo gjetheje. Nuk përdorim pluhur të thatë, përdorim një përshpejtues të lëngshëm. Ky është sekreti. Është një zgjidhje e lartë në azot që bën dy gjëra njëherësh. Sjell lagështinë që gjethet kanë nevojë dhe jep proteinën drejt për drejt tek bakteret në sipërfaqen e çdo fragmenti gjetheje. Këtu është receta që kam vite duke përdorur. Është e thjeshtë, e lirë dhe shumë e fuqishme. Ke nevojë për një kovë standarde 20 L nëse ke kafshë shtëpie, përdor formulën fshatare. 2 lopata plet dele ose lepuri të freskët. Hidhi në kovë dhe mbushe me ujë. Rrëmuje me forcë derisa të ketë ngjyrën e një kafeje shumë të ngarkuar dhe të errët. Ky është standardi i artë. Është plot azot dhe më e rëndësishmja tashmë është gjallë me bakteret intestinale të kafshës. Është një kulturë fillestare. Nëse nuk ke kafshë, përdor formulën urbane. Shko në çdo qendër kopshtarie dhe blen miell gjaku ose pleh kokër pule. Janë burime jashtëzakonisht të larta në azot. Shpërndaj 2 gota miell gjaku në kovën tënde me ujë. Rrëmuje derisa të qëndrojë plotësisht në suspension. Ky lëng është shkëndija jote. Është 100% organik, jashtëzakonisht i fuqishëm dhe është e vetmja gjë që mund të thyejë bllokimin e karbonit. Kur e derdh mbi gjethet e trituruara, nuk po i ujitësh, po i marinadosësh në karburantin që u nevojitet për të djegur. Po krijon një habitat, por para se të ndizësh atë shkëndi, duhet të ndërtojmë moxhakun. Dhe kjo pjesë është ku shumica as nuk arrin sepse askush nuk ua shpjegon. Ke karburantin, gjethet, ke përshpejtuesin, lëngun azotik, por nëse i përziesh mbi një plastmas ose mbi beton, po pret vijen e furnizimin. E para është vendndodhja dhe ka më shumë rëndësi se çdo enë. Nuk ke nevojë për një kompostues druri të ndërtuar perfektisht ose për një daulle rrotulluese. Vetëm ke nevojë për një copë tokë të zbuluar. Kjo nuk është e negociueshme. Grumbulli tënd i kompostimit ka nevojë për lidhje me tokën poshtë. Është një portë hyrjeje. Kur grumbullit nxehet, organizmat migrojnë lart nga toka për të ndihmuar në përpunimin e materialit. Kur grumbullit ftohet ose thahet shumë, kthehen për të strehuar në tokë. Nëse ndërton mbi beton, thyesh atë cikël, izolosh sistemin. Gjej një copë tokë ose bar rreth 20 Ky është skena jote, tani duhet të flasim për gjethet vet. Dhe ky është hapi që ndan grumbujt e suksesshëm nga malet e mbeturinave. Duhet të triturosh gjethet. E di që duket punë shtesë. E di që dëshiron vetëm të grabësh dhe të mbarosh, por duhet të kuptosh inxhinierinë e një gjetheje. Një gjethe është projektuar nga pema për të qenë e papërshkueshme. Ka një shtresë cerë në sipërfaqe. Forma e saj është projektuar për të devijuar ujin poshtë, si një tjegull që drejton shiun drejt rrënjëve të pemës. Nëse grumbullon gjethe të tëra, po grumbullon mira markiza të vogla të papërshkueshme. Kur derdh ujin ose përshpejtuesin tënd të lëngshëm mbi gjethe të tëra, nuk depërton, rrëshqet nga anët. Brendësia e grumbullit mbetet e thatë si gazeta dhe karboni mbetet i bllokuar. Duhet të shkatërosh atë arkitekturë.
Kalo kositësin mbi gjethe. Bëje 2 herë nëse duhet. Dëshiron t'i kthesh ato gjethe në konfeti. Kur triturohen gjetja ndodhin 2 gjëra. E para, shkatëron strukturën e papërshkueshme. Kthon një tjegull në një sfungjer. Në vend që të zmbraps lëngun, skajet e trituruara e thithin. E dyta, rritësh eksponencialisht sipërfaqen e disponueshme. Imagjino një blok akulli. Zgjat shumë të shkrihet. Tani imagjino të njëjtin blok të kthyer në borë. Shkrihet menjëherë. Duke trituruar gjethet po krijon miliona skaje të parregullta dhe vena të hapura ku bakteret mund të hyjnë dhe të ushqehen. Po e kthen ushqimin në kafshata të madhësisë së mikroorganizmit. Mos e ka përceni këtë hap. Një grumbull gjethesh të tëra mund të zgjas një vit. Një grumbull gjethesh të trituruara i trajtuar saktë mund të zhduket në një muaj. Kalo kositësin, mblidh gjethet e trituruara dhe tani jemi gati për të ndërtuar. Le të ndërtojmë motorin. Sill gjethet e trituruara dhe kovën me përshpejtues të lëngshëm në vendin që ke zgjedhur. Ky është momenti kur kimia bëhet biologji. Nuk po grumbullojmë gjëra, po përziejmë një reakcion. Mendoje si montimi një lasanje. Do të punojmë në shtresa. Fillo duke zbrazur gjethet e trituruara derisa të kesh një bazë rreth 15 cm të thellë. Do të jetë si sfungjer dhe e lehtë. Ajo është shtresa jote e parë e karburantit. Tani merr kovën e zgjidhjes azotike. Përdor ujitse ose enë më të vogël për ta derdhur. Nuk dëshiron të zbrazësh 20 lënjëherësh. Shpërnda atë lëng të errët dhe ushqyes mbi shtresën e gjethéve, duke u lëvizur nga ana në anë për të siguruar mbulim të mirë. Tani vjen hapi më i rëndësishëm, ai që manualet gjithmonë e lënë. Duhet t'i ndotësh duart. Pas derdhjes së lëngut, fut duart dhe përziej gjethet. Po mundohesh të sigurohesh që çdo fragment gjetheje të jetë i njohur nga ajo zgjidhje azotike. Nëse gjen zona të thata, shto më shumë lëng. Nëse ndjen se është shumë i lagur, shto më shumë gjethe të thata. Ajo që kërkon është një strukturë specifike. E quajmë provën e sfungjerit. Kap një grusht të përzierjes dhe shtrydhe me të gjithë forcën në grusht. Nëse uji bie si kaskadat nga kyçi i dorës, është shumë i lagur. Po mbyt mikroorganizmat. Shto më shumë gjethe të thata. Nëse hap dorën dhe gjethet shpërbëhen dhe bien vetë menjëherë, është shumë i thata. Bakteret do të hyjnë në latencë. Shto më shumë lëng. Ajo që dëshiron është që ai grusht të mbaj formën kur hap gishtat, si një top brumi dhe të shfaqen vetëm 1 ose 2 pika uji ndërmjet kyçeve kur shtrydh. Ky është mjedisi i përsosur. Ky është ekuilibri ku ajri dhe uji bashkëjetojnë, pasi të kesh atë shtresë të parë të përzier dhe të lagur, përsërit procesin. Shto edhe 15 cm gjethe të trituruara. Derdh përshpejtuesin. Përziej me duart. Kontrollo lagështinë. Vazhdo derisa të kesh përdorur të gjitha gjethet. Qëllimi është një grumbull të paktën 90 cm të gjerë dhe 90 të lartë. Ky madhësi nuk është arbitrare. Një grumbull më i vogël nuk mund të izolohet vetë. Nxehtësia që do të gjenerojmë do të ikin më shpejt nga sa mund të akumulohet. Por një grumbull i atij madhësie ka masë të mjaftueshme për të kapur nxehtësinë në bërtham, duke krijuar një lak reagimi termik. Kur të mbarosh, nuk duhet të kesh një blok të rrafshët dhe të rëndë. Duhet të kesh një kodrin sfungjeri dhe të lagur që qëndron vetë. Po merr frym. Mbulohe me një plastmas të lirshëm ose një copë qilim të vjetër për të mbajtur nxehtësinë dhe për ta mbrojtur nga shiu i drejt për drejt, por mos e mbyll hermetikisht. Ka nevojë të marrë frym. Ke përgatitur skenën. Ke kombinuar karbon, azot, ujë dhe ajër në proporcionet e sakta që jeta ka nevojë. Tani bëj një hap prapa dhe lër mikroorganizmat të bëjnë punën e tyre. Tani mbikëqyrim orën. Nëse e ke ndërtuar mirë grumbullin, nëse ke trituruar gjethet dhe ke arritur atë ekuilibër lagështie, nuk ke nevojë të presësh muaj që të ndodhë diçka. Do të shohësh si reaksioni fillon pothuajse menjëherë. Ky është cikli i 18 ditëve. Është një djegje e shpejtë dhe e nxehtë. Gjatë 3 ditëve të para mos bëj absolutisht asgjë, thjesht lëre të pushojë. Brenda atij grumbullit, bakteret po zgjohen, po konsumojnë sheqernat e thjeshta dhe azotit që u ofrove. Ndërkohë që hanë dhe shumëzohen, gjenerojnë nxehtësi. Mëngjesi i ditës së tretë ose të katërt del herët ndërsa ajri është ende i ftohtë.
Ngre plastmasin. Duhet të shohësh avull që del nga qendra e grumbullit. Nëse fut dorën në qendër me kujdes, duhet të ndihet i nxehtë, jo vetëm i ngrohtë, i nxehtë, si një banjë që e kanë mbushur pak shumë. Idealisht po arrin midis 55 dhe 65 gradë. Ajo nxehtësi është sinjali. Do të thotë që sistemi është gjallë. Do të thotë që po eliminon farat e barrave të këqija dhe patogjenët. Do të thotë që karboni po shkrihet. Por drejt ditës së 5 ajo nxehtësi do të fillojë të shuhet. Nuk është sepse ka mbaruar karburanti, është sepse zjarri po mbytet. Bakteret kanë konsumuar të gjithë oksigjenin nga qendra e grumbullit. Nëse e lë kështu, do të bëhet anaerobike, do të ftohet dhe do të fillojë të ketë erë të keqe. Ky është sinjali yt për të vepruar. Duhet të kthesh grumbullin. Merr një kazmë dhe lëviz materialin nga jashtë të grumbullit, pjesët që ishin të ftohta dhe të thata drejt qendrës. Lëviz materialin e nxehtë dhe me avull nga qendra drejt jashtë. Po e kthen grumbullin nga brenda jashtë. Ndërkohë që hedh materialin, po e sfungjërizosh, po futesh oksigjen të freskët në përzierje. Ujit lehtësisht ndërkohë që e kthen. Nxehtësia avullon lagështin, kështu që duhet të rimbushet. Kthe të bësh provën e sfungjerit. Në 24 orët e mëpasshme pas kthimit, temperatura do të ngjitet sërish. Oksigjeni i freskët vepron si flamë mbi zjarr. Do të përsërisësh këtë proces çdo 2 ditë afërsisht. Kthe ujit, mbulo, kthe ujit, mbulo. Drejt ditës së 10 ose 12 do të vëresh një ndryshim. Materiali nuk duket më si gjethe të trituruara, fillon të bëhet kafe i errët dhe uniform. Era ndryshon gjithashtu. Era e mprejthe amoniakut ose e gjetëve të lagura zhduket, e zëvendësuar nga një aromë e thellë dhe toksore. Ka erë si toka e pyjeve. Deri në ditën 18 ose 20, grumbullit do të ndalojë së nxehuri sado që ta kthesh. Kjo nuk është dështim, është vija e finishit. Bakteret termofile, ato që duan nxehtësinë, kanë bërë punën e tyre. Kanë konsumuar energjinë e lehtë. Tani grumbullit ftohet dhe krimbat dhe kërpudhat hyjnë për të përfunduar procesin e kurimit. Ke vënë motorin në lëvizje me sukses. Ke kompresuar një vit dekompozimi në 3 javë. Dhe tani arrim në fund të historisë. Përse filloi e gjithë kjo? Fut dorën në atë grumbull të mbaruar. Materiali është i ftohtë tani. Është i errët, pothuajse i zi. Shpërbëhet ndërmjet gishtave si thërrime keku me çokoladë. Mban lagështin pa qenë i lagur. Kjo është ajo që quajmë ar i zi. Është gjëja më e vlefshme që mund të vësh në kopshtin tënd. Kur ta shpërndarësh mbi shtretërit e perimeve, nuk po shton thjesht mbushje. Po inokulojnë tokën me jetë. Po i kthejnë të gjithë energjisë diellore që pemët mblodhen verën e kaluar tokës për të ushqyer domatet, pipzat dhe marulat e vitit të ardhshëm. Këtu ndodh përfitimi i vërtetë. Nuk bëhet fjalë vetëm për të shpëtuar gjetheve, bëhet fjalë për pavarësi. Çdo karo kompostimi që prodhon janë 10 qese tokë që nuk duhet të blesh në fidanitore. Janë 10 qese plastike që nuk duhet t'i hedhësh në mbeturina. Janë lekë që mbeten në xhepin tënd, por më shumë se kaq, është qetësia e mendjes duke ditur saktësisht çfarë po hyn në ushqimin tënd. Pa kimikate të panjohura, pa mbushje, pa surpriza. Janë gjethet e tua, përpjekja jote dhe procesi i natyrës. Ka mbyllur ciklin. Nuk dua të dalësh tani dhe të përpiqesh të kompostosh të gjitha gjethet e kopshtit këtë fundjavë. Kështu kjo bëhet detyrim në vend të zbulimit. Fillo me një grumbull të vetëm. Gjej një cep. Kalo kositsin mbi një copë bar, përzie një kovë përshpejtues. Angazhohu vetëm me atë ciklin e parë të 18 ditëve. Shiko si nxehet. Shiko si avullon në një mëngjes të ftohtë. Ktheje dhe vëzhgo si ndryshon. Kur të shohësh atë avull të ngjitet për herë të parë, kur të futësh dorën në një grumbull gjethesh të vdekura dhe të ndjesh nxehtësi që del prej tij, nuk do të kesh nevojë që askush të bindë për asgjë. Do të kuptosh fuqinë që ke në kopshtin tënd vet. Do të kuptosh se nuk ke nevojë të blesh pjellori, thjesht duhet ta zhbllokosh. Gjethet po bien. Sistemi po të pret. Është koha të ndezësh zjarrin. Nëse ky video ndryshoi mënyrën se si i sheh gjethet e vjeshtës, jep like dhe abonohu në kanal. Vazhdojmë të zbulojmë sekretet e kopshtarisë së vërtet, ato që kanë qenë shumë gjatë të varrosura.
Shihemi në të radhës.